Tani, doja t'ju thosha dy fjalë në lidhje me makinat elektrike, meqenëse keni qenë të shumë që më keni pyetur, veçanërisht këtë periudhë që çmimi i naftës për shkak të luftës është rritur konsiderueshëm. Sigurisht që makinat elektrike së pari në Shqipëri shiten me çmime shumë më të vëlitshme se sa në Europë apo edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithse në Europë shteti të financon 10 deri në 20% të shumës në mënyrë që njerëzit i drejtohen makinave elektrike për të mbrojtur ambientin. Ky është një nga favoret që kemi ne, pra që makinat shiten më lirë se në vende të tjera. Disfavori është që rrjeti i karikimeve po zgjerohet dita ditës, por nuk është ende i konsiderueshëm, sidomos duke marrë parasysh fluksin e lëvizjeve. Për shembull, unë e kam pak me frikë këtë periudhën e verës se si do të qëlloj në këto pikat ku mund të karikojmë makinat gjatë lëvizjes, sepse mund të ketë një fluks të shtuar. Edhe rrjedhimisht ty të duhet të presësh. A harxojnë? Po, harxojnë dhe harxojnë goxha nëse lëvizni jashtë qytetit, pra nëse lëvizni me shpejtësi mbi 100 km/h, ndërsa nëse flasim për konsumin e tyre brenda qytetit, është një konsum minimal. Aty do të përfitoni vërtet krahasuar me makinat që funksionojnë me naftë apo me benzinë. Në qytet vërtet që nuk harxojnë. Ka dhe një problem tjetër, nëse ju banoni në një pallat, siç është rasti im, duhet që me keshin, me OSHE-n, të bëni një kontratë të posaçme, e cila fatkeqësisht nga shteti ynë konsiderohet si një kontratë biznesi, pra jo si një kontratë familjare. Duke që unë kam vetëm një makinë dhe kam makinë personale, nuk e kam makinë pune, megjithatë do ta tarifohem si biznes për karikimin e saj, që gjithsesi i bie më lirë se sa tarifimi në pikat private të karikimit që ndodhen nëpër Tiranë apo nëpër Shqipëri, ku përgjithsisht duhet paguash nga 300 deri në 500 lekë të vjetra për kilovat. Ndërsa në shtëpi shkon rreth 140 kilovat për karikimin. Mbi gjithçka, keni parasysh që kur shkoni të blini makinën të keni kuriozitet veçanërisht për kilometrazhin, pra sa kilometra mund të bëni me një karikim. Të gjitha kompanitë do t'ju thonë 400 ca, 500, 600 në përgjithësi. Këtu rrotullohen, si thua, këto distancat që mund të kryeni me një karikim të vetëm, por kujdes sepse është mashtrim në thonjza për faktin që makina, sikundër të makinat me naftë apo me benzinë, për llogarit situatat ideale, që do të thotë, së pari temperatura jashtme në mënyrë që bateria të funksionojë në mënyrë perfekte, duhet të jetë midis 20 dhe 30 gradë Celsius. Së dyti, duhet që t'i jepni makinës shumë butë, pra unë kam këmbën pak të rëndë, sepse duke qenë që makinat elektrike kanë një start fantastik, janë më mirë se sa Ferrari, pak praktikisht. Unë dua ta shijoj këtë përvojë dhe që të mos harxhoni, duhet gjithashtu që të mos përdorni kondicionerin, që veçanërisht në dimër harxhon jashtëzakonisht shumë, në verë më pak, por në dimër harxhon goxha. Pra, sipas përllogaritjes së Volkswagenit, makina ime, që me një karikim të vetëm duhet të bëj 420 km, i bie që nga Tirana në Dhërmi për shembull, unë duhet ta bëj vajtje ardhje me një karikim të vetëm, gjë që është e pamundur. Megjithëse makina si kilometrazh ashtu e jep, por në fakt në momentin që mbrin në Dhërmi mund të jem me 30%, 20%, kështu që më duhet ta karikoj për të kthyer mbrapsht. Tjetra janë ndalesat për ta karikuar. Sigurisht këto janë makina që karikohen relativisht shpejt, pra në 30 minuta ti mund ta çosh në 100%, nëse në momentin që ke ndaluar për ta karikuar ke qenë rreth 30 apo 40% karikim. Unë ndalesat nuk i kam problem, sepse në përgjithësi dua që rrugët t'i marr me nge dhe me qetësi, nuk nxitoj. Dua t'i shijoj pra, por nëse keni emergjenca mund të jetë problem.